vetëm të tij pra, dhe unë nuk më shumë se të shqetësohem për të, si president, jo si individ. Po, dhe ky është problemi. Dhe në rastin konkret, sepse nëse do ta marrim, shikoj, zoti Beke ka pasur një karrierë shumë interesante, madje mund të jemi nga vendet e pakta, ndoshta në botë, ndoshta të vetmit, që nga mjek merr gradën e generalit. Nga general më pas bëhet shef i shtabit përgjithshëm dhe nga këtu më pas bëhet edhe president. Është një karrierë interesante për të kuptuar qasjen e tij për atë se mënyra se si e shikon shtetin, pra atë lëpirjen, atë karrierën që ka bërë, do të jem shumë i drejtë për drejtë. Dhe nuk kemi parë një rast të tjetër që nga mjek të bësh shef i shtabit përgjithshëm. Dhe më pas katapultohet si president për të marrë një rol i cili e bën me vetdije, ka marrë një rol që më thuhet ç'të duash, diell, hën, ç'të duash ti, unë të dekretoj, ma bëj gati atë dokument, atë akt juridik se çfarë është, unë do ta dekretoj, dhe ky lloj keqpërdorimi, unë besoj që do të ndihet keq çdo shqiptar, jo vetëm ne si jurist, në rastin konkret. Kështu që për mendimin tim, në mënyrë absolute, unë e shikoj që ai ka një qasje, pra, se po duket sikur kthehem përsëri këtu. Ka një qasje të tillë që nuk ka rëndësi se unë po themi i bëj gjitha këto veprime apo mos veprime, sepse thash, ka dy elementë të rëndësishëm. Të gjitha këto akte që ai prodhon janë akte në kundërshtim me ligjin, dhe e dyta që është akoma më rëndësishme është në mospërputhje të rregullt të detyrës. Dhe tashmë na dalin që përveç këtij fakti nuk ngopet me qenë si president, por ka dhe punësime në Acibadem, jep apo merr para, se nuk besoj të shkojnë një herë në Akademinë Ushtarake, gjoja për titull shkencor apo elemente të tjera që të paktën siç u thanë nga deklarata e Akademisë Ushtarake. Kështu që për mendimin tim është një president që nuk i duhet askujt. Më vjen keq madje sa më shpejt të ikë nuk i duhet. Se më di që niveli jot i ironisë është shumë lart. Prandaj të kam studie shumë shpesh, por. Po jo, është e rëndësishme, e them me të vërtetë, unë kam një presidenti Bega fatikisht është nga zona jonë, me thënë drejtë, dhe më vjen keq që realisht do dua të, pra është nga gosa e Rogozhinës apo e Kavajës, për më duhet themi, dhe normalisht më vjen keq që të artikuloj një gjë të tillë, por qasja e tij lë shumë për të dëshiruar dhe më vjen keq madje për të, nuk e di ose në thonjë se më vjen pak turp se si mundet dot një president të keq përdorur kështu nga një qeveri, qoftë edhe nga personazhe të caktuar, formacione të caktuara, qoftë edhe politike. Presidenti i Republikës, të paktën me kushtetutë, duket sikur ka një rol thjesht honorifik. Por në momente të caktuara, ja që ka një rol të rëndësishëm për të treguar që ai është superpartes, për të treguar që është garant i kushtetutës, për të treguar që ai është arbitër i mirë, për të treguar që mund të jetë interlokutor i mirë midis forcave politike, për të treguar që ai simbolizon unitetin e popullit. Ka shumë elemente që ndoshta honorifik, po janë të rëndësishëm në një demokraci funksionale. Dhe prandaj e kemi edhe këtë president. Fakti që ai nuk ngrihet në lartësinë e detyrës për mendimin tim, unë nuk po them që do duhet domosdoshmërisht t'i kthej kryeministit çfarë sjellën, jo, të bëj detyrën e tij si president. Në mënyrë absolute nuk dua që ai të anojë nga një parti politike, po minimalisht nuk mundet dot që të jetë një person tjetër, nuk ka nevojë Edi Rama për të pasur një shërbëtor më shumë në presidencë, se i ka në gjitha hallkat e këtij vendi. Nuk ka vend tjetër, nuk ka ministri, nuk ka institucion kushtetues ku nuk ka ndikimin e tij. Ndoshta ishulli i fundit ishte presidenti me ato pjesë apo taga specifik që ai kishte në kuptimin e kompetencave të tij. Minimalisht këtu do duhet kishte të paktën në nivelin e duhur që kërkon pra ose minimal që kërkon institucioni i presidentit. Avokat, kur flasin eksponent politik, ishte zoti Bardhi që deklaroi ka patur dhe eksponent Partisë Demokratike të tjerë, vinë avokat, gazetar, e të tjerë që janë futur me themel kësaj gjëje edhe për t'i vërtetuar nëse këto akuza qëndrojnë, se ne mund të hedhim akuza, por nëse ata nuk vërteton, gjëja merr për masa të tjera. A mendon se do të ishte pak me udhës? Deri tani se po ju ndërpres. Deri tani nuk është kundërshtuar asgjë. Akademia Ushtarake thotë që është paguar. Acibadem thotë që është bërë pagesa, sepse këtu dalim më pas tek deklarimi që është bërë në Inspektoratin e Deklarimit Pasurive. Pra, është një gjë faktike, nuk është se ka një gjë për të vërtetuar. Të paktën në këtë pikë, ndoshta e kam gabim. Por deri këtu absolutisht është e vërtetuar. Pjesa tjetër më pas që jepet doza apo konotacion politik, absolutisht jam dakord me ju që është e gjitha për të verifikuar. Dhe mendon se do të kemi për te deklaratave që vinë nga zyra e shtypit për mediat, do të ketë një deklaratë për mediat me gjithë
gazetarët që mbulojnë presidencën që të ketë një sqarim se mbase kur vjen një e vërtet nga veta i e pamje tjetër dhe mbase shuan dhe disa zëra që po tentojnë në mënyra të ndryshme të anatemojnë figurën e tij, për aq kohë sa vërtet jemi republikë parlamentare, por institucioni i presidentit ka patjetër peshën e tij. Pra, e mendon si një zgjidhje që mund ta bëj apo një rrugë që mund ta zgjedh presidenti dhe për të pastruar figurën e tij nga këto akuza që po i vijnë?